Më 20 dhjetor të vitit 1192, Richardi I I Anglisë kapet dhe burgoset nga Leopardi 5 I Austrisë, gjatë rrugës për në Angli, pas nënshkrimit të një marrëveshje me Salahundin duke I dhënë fund kryqëzatës së tretë. Burgosja e një kryqëtari ishte në kundërshtim me ligjin publik. Papa Celestin III dha urdhër për lirimin e Richardit dhe e dënoi dukën Leopard, duke e përjashtuar nga Kisha Katolike. Më 20 dhjetor të vitit 1522, rrethimi I Rodosit. Sulejmani I Madhërisëm pranon dorëzimin e kalorësve të mbijetuar të Rodosit dhe I lejon të evakuohen. Ata përfundimisht vendosën në Maltë dhe bëhen të njohur si kalorësit e Maltës. Më 20 dhjetor të vitit 1860, Karolina e Jugut bëhet shteti I parë që përpiqet të shkëputet nga Shtetet e Bashkuara. Më 20 dhjetor të vitit 1860, një mbledhje e delegatëve nga Karolina e Jugut vendosi një zëri të shfuqizojë ratifikimin nga ana e Shtetit të Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara. Në këtë mënyrë, Karolina e Jugut u bë shteti I parë që tërhiqej nga Bashkimi Federal. Pika e ndarjes ishte rreth çështjes së skllavërisë. Në atë kohë, prodhimi kryesor bujqësor I Jugut, pambuku, varej në një masë të madhe nga fuqia e krahut e skllëvërve zezak. Karolina e Jugut dhe shtetet të tjera të Jugut që ruanin skllavërinë e pan zgjedhjen në vitin 1860 të Abraham Lincolnit, të Partisë Republikane që ishte kundër skllavërisë, si shenjë të qartë se frika që kishin për zhdukjen e skllavërisë do të bëhej realitet. Disa historianë mendojnë se shkëputja e 10 shteteve të tjera të Jugut dhe fillimi I luftës civile ishin të pashmangshme, sepse Jugu nuk do pranonte kufizime të skllavërisë. Më 20 dhjetor të vitit 1912, Konferenca e Ambasadorëve në Londër fillimisht refuzon njohjen e pavarësisë së Shtetit të Ri shqiptar, por në fund arrihet një kompromis fal edhe këmbënguljes së perandorisë austro-hungareze, e cila ishte kundër një porti serb në detin Adriatik. Më 20 dhjetor të vitit 1917 themelohet Çeka, forca e parë sovjetike e policisë sekrete. Çeka, akronim rusisht për Komitetin e Emergjencës, u krijua me një dekret të lëshuar nga Vladimir Lenini dhe u drejtua më pas nga Felix Dzerzhinski, aristokrat rengat I kthyer komunist. Në fund të vitit 1918, qindra komitete Çeka ishin krijuar në qytete të ndryshme. Në vite, shumë mijëra disident, dezertor apo njerëz të tjerë arrestuan, torturuan, ekzekutuan nga çekistët. Pas vitit 1922, Çeka pësoi një seri riorganizime dhe ndryshime emrash. Trupat çekiste ishin përgjegjëse për kampet e punës, menaxhimin e sistemit Gulag, miratonin listat me emrat e kundërshtarëve politik, kryenin arrestime, hetime, tortura, ekzekutime dhe shtypje të çdo pakënaqësie, a rebelimi të mundshëm. Çeka u bë gjithashtu modeli organizimit të armës së sigurimit të shtetit në vendet e bllokut komunist. Më 20 dhjetor të vitit 1924, Adolf Hitler lirohet nga burgu Landsberg, ku kaloi 264 ditë pas dënimit nën akuzat për grusht shteti në Myni në të njëjtin vit.
Dënimi i tij ishte me 5 vite burg, por ai nuk bëri më shumë se 1 vit. Gjatë kohës së qëndrimit në burg, Adolf Hitler shkroi librin Mein Kampf me ndihmën e zëvendësit të tij Rudolf Hess. Këtë më 20 dhjetor të vitit 2005 themelohet në Durrës Universiteti Aleksandër Mojsiu, institucioni më i ri publik akademik në Shqipëri. Universiteti përdor sistemin amerikan të arsimit ndryshe nga universitetet publike në vend. Për herë të parë Universiteti Aleksandër Mojsiu i hapi dyert në tetor të vitit 2006 dhe në bankat e tij u ulën rreth 1000 student nga i gjithë vendi. Universiteti i Durrësit mban emrin e aktorit të famshëm shqiptar Aleksandër Mojsiu. Fillimisht në këtë universitet nisën studimet rreth 1000 student nga i gjithë vendi, ndërsa sot Universiteti Aleksandër Mojsiu ka mbi 7000 student. Më 20 dhjetor të vitit 2007, Elizabeth II bëhet monarkja më e moshuar e Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë, duke tejkaluar në këtë mënyrë mbretëreshën Victoria, e cila jetoi 81 vjet, 7 muaj dhe 29 ditë. Më 20 dhjetor të vitit 1832 ka lindur luftëtari shqiptar Haxhi Zeka. Haxhi Zeka ishte udhëheqës i shquar i lëvizjes kombëtare shqiptare, luftëtar dhe organizatori kryengritjeve popullore anti-osmane në Kosovë. Më 21 shkurt të vitit 1902, Haxhi Zeka u vran në pej pabesisht nga Adem Zaimi, një agent i vënë nga qarqet shoviniste serbe, të cilët patën edhe për krahjen e autoriteteve osmane. Sot, përnder të Haxhi Zekës, shumë institucione mbajnë emrin e këtij luftëtari të shquar. Si mulliri i Haxhi Zekës është kompleksi i madh i trashëgimisë industriale, i cili i takon pjesës së dytë të shekullit të 19. Është ndërtuar me ndihmën e austro-hungarezëve. Universiteti publik Haxhi Zeka në themelim është pasardhës i Fakultetit të Shkencave të Aplikuara në Biznes në Pej, që është themeluar në vitin 1960 me vendimin e Këshillit Ekzekutiv si shkollë e lartë ekonomike komerciale në Pej. Sheshi Haxhi Zeka, që gjendet në qendër të qytetit të Pejës. Në qendër të sheshit ndodhet Shadrvani, ndërtuar në shekullin e 16, afër të cilit ndodhet edhe shtatorja e Haxhi Zekës. Më 20 dhjetor të vitit 1968, ka ndëruar jetë në moshën 66 vjeçare shkrimtari amerikan John Steinbeck. John Steinbeck ka pasqyruar jetën e të eksploatuarve në kohë krize në vitet 1930 të shekullit 20. Temat bazë për të cilat ka shkruar janë jeta e njerëzve të cilët bridhnin rrugëve, e fshatarëve, rinisë dhe grevistëve, dhe në veprat e tij dominon naturalizmi dhe humori. John Steinbeck është fitues i çmimit Nobel për letërsi në vitin 1962. Më 20 dhjetor të vitit 1996 ka ndëruar jetë Carl Sagan, shkrimtar dhe astronom amerikan. Kontributet e tij ishin qendrore në zbulimin e temperaturave të larta në sipërfaqen e Venerës. Sidoqoftë, ai është i mirë njohur për kontributet e tij në kërkimin shkencor për jetën jashtë toksore, duke përfshirë demonstrimin eksperimental të prodhimit të aminoacideve prej kimikaleve të thjeshta me anë të rrezatimit. Sagani mblodhi mesazhet e para të dërguara në hapësirë, mesazhe universale,
që potencialisht mund të kuptohen nga inteligjenca jashtëtoksore që mund ta gjejnë. Ai ka publikuar më shumë se 600 punime shkencore dhe artikuj dhe ishte autor e bashkautor, sigurisht dhe editor i më shumë se 20 librave.